Aldo Befasonia, cila pas ka qenë arsye e ndarjes së tij nga bashortja Akira akoma nuk e di, i ftuar në një emision për të folur më shumë për rrugtimin e tij, por edhe për t'i thënë gjëra troç, siç vetëm ai di t'i bëj, ka qenë ish banor i Big Brother VIP Aldo Marko. Në më shumë se 100 ditë qëndrimi, regjizori më në fund ka rrëfyer më shumë rreth eksperiencës së tij në këtë rrugtim, por jo vetëm. Ai ka treguar edhe arsyen e vërtetë sepse është ndarë nga ish bashortja, e cila edhe pas qëndrimit të tij në Big Brother e ka mbështetur në çdo dalje televizive dhe në çdo intervistë, teksa tha: "E falenderoj shumë, e kam parë edhe unë kur kam dalë, më bëhet shumë qefi që ka folur me superlativa, të njëjtën gjë do të bëja edhe unë sepse kështu mendojmë për njëri tjetrin, jemi suportues ndaj njëri tjetrit, funksionojmë shumë mirë kështu." Kur ishim bashkë, çdo të shif që kur vjen një moment që ti nuk gjen atë gjuhën e përbashkët dhe fillon bëhet si lejmotiv, filluam të kuptonim që mbas është më mirë që as të mos shkojmë në një pikë ku të bëjmë imazh i keq për vajzën tonë e as dëm për njëri tjetrin, morëm një vendim dhe jemi këtu ku jemi, ka thënë ai, teksa i pyetur nëse është një vendim i parikthyer, ai tha për situatën e tij: "Po, deri më tani është një vendim i parikthyer, shkojmë shumë mirë dhe prandaj duket kështu, sikur çfarë po ndodh, ose që është lojë. Kam përshtypjen që njeriu ka dy zgjidhje kur ndahet, ose të fillojë të mbajë natë për të çliruar të gjithë ndjenjat e tjera e për të ndihmuar veten, por kur të lidh një fëmijë bashkë, të mbashi natë, të gjithë raportin e të çon në një pikë jo komforte. Ndërkohë që zgjidhja tjetër është të vazhdosh të shohësh të mirat dhe të suportosh njëri tjetrin." Edhe vajza në këtë rast nuk ndjen asnjë lloj toksiciteti apo pakënaqësie, nuk duket më shumë se ndarje sesa thjesht si një transferim i marrëdhënieve në diçka tjetër. Teksa kjo gjë ka çuditur moderatorët, të cilët e kanë pyetur nëse në të vërtetë Akira e di për ndarjen e prindërve. "Jo, është e vogël, ne rrim bashkë mjaftueshëm që ta ndjej prezencën e të dyve", u shpreh Aldo duke thënë se kështu kanë menduar që të dy.